Ushtrit e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë kanë firmosur një marrëveshje shumë domethënëse mes tyre ditën e djeshme. Marrëveshja ushtarake synon që të forcojë aftësitë mbrojtëse të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, si dhe të rrisë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Ministrat sqaruan gjithashtu se synohet dhe përmirësimi i ndërveprimit ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta. Për shkak të gjeopolitikës, duam që të kemi bashkëpunim në rajonin ton, duke patur parasysh rreziqet që janë prezente dhe situatat që po ndodhin në Europë, duke ju referuar edhe Ukrainës. Jemi duke menduar edhe për të kaluarën tonë, e cila nuk është shumë e largët, një informacion që e kemi nga e kaluara dhe na jep mundësi për të menduar. Prandaj kemi marrë vendimin që të kemi një bashkëpunim ndërmjet 3 shteteve. Ky bashkëpunim do të bazohet sidomos tek dhënia e ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes së të gjithë marrëveshjeve që kemi firmosur deri tani. Tani duam të i fuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën e shtetit tonë si Kroaci, si pjesë e NATO-s dhe EBE-s, thuhet në deklaratë, por kjo gjë ka tërbuar serbët. Ministria e Jashtme në Beograd ka njoftuar se do dërgojë në Tiranë dhe Zagreb një kërkesë urgjente për shpjegime. Sipas saj, ky është një akt provokues. Nuk do ta anashkaloj mesazhin e qartë politik të kësaj nisme. Është e qartë se ky memorandum nuk është rezultati i bashkëpunimit aksidental, por i një strategjie të qëllimit që synon izolimin e Serbisë dhe forcimin e strukturave paraushtarake në provincën jugore serbe, në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, shpreh Ministria serbe. Sipas tyre, futja e Kosovës në këtë pakt është një akt i pastër provokues. Në veçanti paralajmërojmë se armatimi i anshëm dhe bashkëpunimi ushtarak me strukturat ilegale në territorin e Kosovës dhe Metohijës paraqet goditje të drejt për rendin juridik ndërkombëtar dhe kërcënim për paqen rajonale. Serbia nuk do ta pranojë këtë në heshtje, thuhet më tej. Në fund ka një mesazh të prerë se Serbia pret një përgjigje urgjente nga Shqipëria dhe Kroacia, duke shtuar se nuk do të lejojë asnjë veprim që rrezikon integritetin e pretenduar territorial.